Pak orë përpara meshës tradicionale të Krishtlindjes, klerikët katolik dhe ata ortodoks ju drejtuan besimtarëve me urime për lindjen e Jezu Krishtit, duke përcjellë edhe mesazhet e përvitshme të kësaj feste. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë uroi besimtarët përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale ku voritheksin tek përulësia, paqja dhe ndriçimi i zemrave nga drita e Krishtit. Festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rrezë shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap e ta bashkëndajë këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke e ndarë atë me të tjerët, drita mund të mbahet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të errësohet dhe përfundimisht do të zhduket. Tani më shumë se kurrë, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. I peshkvit e Kishës Katolike të Shqipërisë përcollën gjithashtu një mesazh të përbashkët shprese dhe paqeje, duke bërë thirrje për forcimin e besimit, solidaritetit dhe bashkimit mes të gjithë shqiptarëve. Të dashur vëllezër e motra, këtë urim Krishtlindjes duam t'ja bëjmë së bashku të gjithë ne peshkvit e Shqipërisë. Secili nga ne ka një fjalë për t'u drejtuar popullit të Zotit që është në Shqipëri. Dëshiroj t'ju drejtoj të gjithëve një lajm shprese. Zoti u bën i ri dhe banoi ndër ne. Po, Krishtlindjen na kujton që Zoti është pranë nesh. Populli që ecën në errësirë pa një dritë të madhe. E mbi këtë lugin të errët shndriti drita e fuqishme. Kjo është përvoja e Krishtlindjes, përvoja e daljes nga një errësirë. Jam i lumtur që drejtohemi të gjithëve me rastin e Krishtlindjes së shenjtë, festë që kisha kremton çdo vite, duke përkujtuar lindjen e Zotit tonë Jezu Krishtit. Lindja e Jezusit shënon një nga festat më të rëndësishme të besimit të krishterë.